Mirëmbrëma shqiptar, mirë se keni ardhur në Okult Podcast. Bashkë do shifemi çdo të premte në orën 7 të darkës të mendoje ndryshe, që është pjesë e kanalit zyrtar të Okult Podcast. Falenderojmë si gjithë parë sponsorët zyrtarë që na mbështesin dhe bëjnë të mundur këtë emision. Falenderojmë në veçantë Alpsigun dhe Win Lejthiza, më të mirën e trojeve shqiptare. Ju sugjeroj të provoni këto kanaçet e reja që kanë nxjerrë se janë super. Qofse doni ne kështu varse anti-ankth ose qofse keni ankth me i fol gocave, qofse më njihni deri tani Lordi Shop në Instagram dhe TikTok. Sot do trajtojmë si temë të parë çështjen e ditës, që po flet gjithë bota për ne, domethënë ato që po e trajtojnë më pak nga të gjithë sipas mendimit tim janë mediat shqiptare, po e trajtojnë mediat mbar botërore këtë gjë. Më shumë se njerëzve që e mbështesin protestën, që ju respektoj të gjithëve, desha më ju thonë ju lumshin komët që keni dalë, edhe po bëni diçka të paktën, me aq sa keni në dorë. Unë desha të drejtohem sot në veçantë njerëzve që unë do thoja ose e kanë për detyrë të binë prej mashtrimit ose kanë rënë natyralisht dhe organikisht pjesë e mashtrimit. I drejtojmë njerëzve që janë pro investimit, i drejtojmë njerëzve që janë kundër kauzës që po ndodh tani, dhe që është dakord gjithë bota dhe njerëzit e vetëm këtë botë që nuk janë dakord me këtë që po ndodh janë shqiptarë. Domethënë vujmë nga tradhia shumë si popull. Si gjë e parë, siç ju thash, domethënë respekt për gjithë ata që vinë. Unë desha me ju trajtu si temë të parë që duhet kemi frikë nga çfarë nuk na thuhet. Si gjithmonë, nuk ka rëndësi me cilën parti jeni, domethënë këtu ka dy parti kryesore që për mendimin tim është shumë problem për shtetin ton, siç e dini, siç e keni dëgjuar në protestë tash 12 ditë sa u bën. Është problem serioz, fakti që të dyja anët punojnë për të njëjtin njerëz, domethënë të paktën sipas mendimit tim, janë gjëra që nuk mund t'i vërtetojmë. Duhet kemi frikë nga çfarë nuk na thuhet. Si çdo shtet tjetër, domethënë nuk e di në qoftë se mendoni se gjërat bëhen transparente në shtetin tonë dhe në çdo shtet tjetër, përfshi dhe vendet e zhvilluara perëndimore, asgjë nuk është transparente, gjithçka fshihet deri në momentin që nuk mund ta fshehin dot më. Domethënë vetëm qoftë se dalin dokumentat, atëherë vendosin me e thënë. Nuk është asgjë transparente, duhet ta dini këtë gjë deri tani. Nuk mund ta kuptoj nga ju buron ky besim i verbër, do e quaja unë, ndaj këtij projekti. Siç u thash, masa e keni për detyrë. Ka ardhur koha të ndryshojmë personi që ju jep detyrat. Po ju thonë dhjetra propaganda rreth fjalës investim, po ju thonë shifra 4 miliard, domethënë investimi 5 miliard, shifra të ndryshme 1.5 miliard, domethënë ju që jeni për investimet, ju mase nuk e keni bë kërkimet e juaja. Kjo shifër 4 miliard, edhe në qoftë se është e vërtetë, nuk do investohet në shtet, as në buxhet të shtetit dhe sidomos në xhepat tuaj. Kur ka qenë era fundit që ju kanë folë me shifra kështu të mëdha dhe keni futur në një gjë në xhepin tuaj? Pyetje sinqert, domethënë, na lini një koment se gjëja e parë e këtij emisioni është do mundohemi të jemi të lidhur me popullin. Do mundohemi 10 minutat e fundit, jo tani se është era parë, nga herë tjetër në vazhdim, do mundohemi 10 minutat e fundit të emisionit të japim përgjigje popullit. Na lini një koment, pika që harrum, nëse nuk jeni dakord na thoni. Unë desha të adresoj atë shifrën 4 miliard që po ju thoja. Domethënë kjo shifër e parë nuk do shkojë në buxhet dhe sidomos jo të lekë të xhepat e juaj, domethënë. Kjo është një projekt privat, nuk është si herë të tjera që ka pas gojë biri i botës, me ju thonë që është investim sepse po e bëjmë me lekë private, është investim se nuk e bëjmë dot me lekët tona, nuk është PPP, nuk është një rrugë. Në qoftë se e vetmja mundësi që ka, domethënë për të bërë një mashtrim ose diçka të rrugët, është thjesht të mashtroj me shifrën se sa kushton për kilometër rruga, që është diçka që ka ndodhur në këtë qeveri më atë të kaluamën mas edhe me Enver Hoxhën. Domethënë është mënyrë për të fut lek nga xhepi i majt të xhepi i djathtë, nga buxheti i shtetit të xhepi jot. Domethënë kaq është. Po është vetëm mënyrë se si mund të mashtroj dhe e ka gojën shumë të hapur me ju thonë që është për ju. Kjo rrugë po bëhet nga investitor të jashtëm, do t'ja paguajmë kështu nga 2000 lekë çdo muaj, çdo shqiptar deri në 2100, por të paktën ka gojë me të thonë që është një rrugë që do japësh me makinën tënde. Në këtë rast është një investim privat. Ajo shifra 4 miliard nuk shërben për asgjë, nuk do shkojnë në xhep të askujt, do shkojnë në themele, do shkojnë në ndërtim, do shkojnë në eskavator dhe muret e ndërtesës dhe ndërtimin e pishinës. Nuk është një shifër reale, nuk ekziston ajo shifër, do hidhet në themele, do hidhet në investim, do hidhet marketing. Do hidhet marketing barbotror, domethënë do krijohet një fasadë. Pra e para njëra ajo shifra 4 miliard është mashtrim. Është mund të jetë vërtet si shifër, por nuk ka rëndësi për ju. Nuk keni pse e mbroni atë, nuk do i merrni kurrë ju atë lek. Ajo që do ndodhi në realitet sipas parashikimit tim është anasjellta. Njerëzit do varfërohen nga kjo, sidomos njerëzit në jug që mund të kenë biznese të ngjashme, si për shembull një vlonjat që mund të ketë një hotel aty rrotull, megjithëse janë ato me kokra.
Kjo pjesë nuk po ju thuhet. Ai person që po e bën këtë projekt është një miliarder, që thjesht do miliardat e tjera me lidhje me njerëzit më të rëndësishëm dhe më të pushtetshëm kësaj bote. Ai thjesht do miliardat të tjera, domethënë nga perspektiva vet, ose është shumë më e thellë, siç do të flasim në vazhdim. Këto faktet që do ndërtohet kjo riviera shqiptare dhe bregdeti shqiptar dhe do bëhet si në Greqi nuk ka rëndësi. Prap për ju, nuk mund të bëhet vizualisht, domethënë mund të kapen pamje shumë të bukura me dron, të themi që kjo pjesë është Shqipëria. Teknikisht Shqipëria është, po kujt i intereson? Nëse është një investitor i jashtëm që ka bërë një projekt privat dhe do i fusi të gjitha lekët në xhep. Më kuptoni që është një fasadë ajo që do bëhet Shqipëria kaq bukur, do bëhet si Greqia, është një fasadë, nuk do i shërbej askujt nga ju. Minimumi që do ndodhi sipas mendimit tim është do shtypen vlonjatët që janë të rrotull. Ai person ka miliarder, do hedhë miliarda euro për projektin, mund të hedhë qindra mijëra mase miliona euro në marketing për të marketuar këtë projekt dhe të vinë turista, edhe pastaj gjithë lekët do i shkojnë këtij personi. Mund të shtypen biznese të rrotull. Kjo është parashikimi im, domethënë është anasjellta asaj që po ju thuhet. Para 2 ditësh kryeministri doli dhe tha që po i bëni dëm turizmit, me cilën nuk jam dakord, domethënë turistët ka një location që mund ta kontrolloni në Google Maps që ka dalë kohët e fundit që quhet Flamengo Revolution ose Flamingo Revolution, që është locationi ku bëhet protesta. Është në hart tani, domethënë dhe turistët, për ju që jeni aty duhet ta dini, turistët janë me ne. Turistët po bëjmë pankarta, turistët kanë ardhur për gjëra të tjera në Shqipëri, kanë ardhur për të bërë turizëm dhe papritur kanë rënë në dashuri me protestën. Edhe po bëhen një shembull ndërkombëtar. Kështu që sipas mendimit tim kjo është ajo që i ka shërbyer më tepër turizmit, zoti kryeminist, por që pra me pak fjalë domethënë gjithçka është fasadë, duhet keni shumë frikë nga gjërat që nuk ju thuhen, si për këtë projekt dhe për çdo gjë tjetër që bën shteti juaj. Kjo shifra 4 miliard nuk ka rëndësi, ajo fjala zhvillim i bregdetit shqiptar nuk ka rëndësi sepse nuk do ju interesoj ju asgjë. Po flitet që do hapen 1000 vende të reja pune dhe unë do ju thoja, e para njëherë duan 100.000 vende pune. Që të jetë ky projekt aq serioz sa për të futur gjithë popullin në protestë, të flasë gjithë bota për faktin që populli nuk është dakord. Ja vlen për 1000 vende pune. E para dhe e dyta nga e dini që do punësojnë shqiptarë. Nëse një person sipas mendimit tim, domethënë çfarë do bëja unë, nëse do më duhet të punësoj 1000 punëtor njëkohësisht, unë do merrja definitivisht nga emigrantët, nga filipinezët, nga indianët, nga Bangladeshi që po vinë këto kohë që janë miratuar më ardhmë. Nëse të duan 1000 punëtor me atë rrugë do shkoje, se i bie të kursesh, aleluja, lek. Nëse punësohen 1000 indian, aty do ndodhi mund ta quajmë pushtim. Unë nga shpirti do e quaja pushtim. Është diçka që ndodh në të gjitha vendet evropiane, nuk paraflitet kjo gjë, është bërë ky studim, ka ndodhur në Angli, ka ndodhur në Gjermani, në Spanjë, në Itali dhe në Francë. Mos gaboj edhe në vende skandinave. Është bërë ky studim, thjesht nuk paraflitet në lajme për këtë se nuk i intereson narrativës. Aty ku shkojnë emigrantët, aty ku shumohen emigrantët, ato zaptojnë lagjet dhe vendasit zakonisht europianët që jetonin dikur aty, zakonisht shesin shtëpinë e tyre dhe lëvizin në një zonë tjetër të njëjtit shtet sa për të mos qenë në atë lagje. Kjo është ajo që ndodh. Kështu që kjo është ajo që parashikohet të ndodhi. Nëse aty punësohen 1000 indian, aty do jenë 5000 indian ose çdo që të punësojnë, domethënë që janë të huaj, që paguhen më pak dhe pranej punëson. Aty do jenë njerëz që të tillë që jetojnë, jo thjesht punojnë aty rrotull, do jetojnë, do marrin punë të tjera familjarë të tyre. Sipas parashikimit, vlonjatët e zonës ose njerëzit e tjerë që jetojnë në zonë duhet të shpërngulen nga aty, ose do ketë krime që do ndodhin, siç ka ndodhur në çdo shtet evropian, ose do shkëputen nga aty. Kështu që mund ta quajmë pushtim. Është një miliarder me lek me të thy kokën, domethënë me lidhjet më të rëndësishme të kësaj bote që vjen aty dhe ka punëtor të vet dhe kjo zonë quhet e veta. Nuk mund ta quajmë pushtim këtë gjë, apo shumë jo formale ta quajmë pushtim. Sipas mendimit tim ajo është, domethënë është shumë problem serioz që duhet i caktojmë një tokë këtij personi bashkë me punëtorët e vet. Dhe shumë e butë fjala punëtor, shpresoj ta kuptoni. Thelbi është tani mund të futemi në ca tema më interesante, tema më të thella. Projekti që ka shkaktuar tashmë 12 ditë sa u bën protesta, sot duhet të jetë dita 13 që ju shoh aty. Protestat një pas njëshme, domethënë që jeni bërë shembull mbar botëror, protestat në vende europiane zgjasin një ditë, kjo është dita 13 sot që po regjistrohet. Ky projekt, domethënë që kryeministri thotë që nuk ka projekt akoma dhe keyword ose kryefjala fjala akoma, se tregon shumë fjala akoma, po mund të flasim pak më vonë. Ky projekt është regjistruar në Amsterdam.
është një kompani që quhet Zvërnek ose Zvërnec South Adriatic Development. Kështu quhet kompania, është regjistruar në Holland, në Amsterdam. Kjo është kompania pas resortit Kushner që po shkatron domethënë me buldozer, një nga vjet bregdetare më të egra dhe të paprekura në Europë. Nuk është thjesht një dëm shqiptar që po bëhet, është një dëm ndaj gjithë Ballkanit. Siç u thash, populli i çdo bote, madje edhe mediat e jashtme janë dakord me këtë që po ndodh. Vetëm njerëz që nuk janë dakord janë shqiptar. Kjo kompani, diçka interesante është që zotërohet përmes një zinxhiri kompanish guack ose kështu shell companies, domethënë me qëllim për të mbrojtur identitetin e personit. Është në Holland, pra zotërohet përmes një zinxhiri kompanisë guack që janë të regjistruara në Holland dhe janë të menaxhuara nga një zyrë turist trasti që quhet ose që është e vendodhur në Straviskland, që është në Amsterdam. Edhe arsyeja pse është në Amsterdam, se është regjistruar atje sepse ligji holandez, pra atje ku është regjistruar për kompanitë lejon që të fshihet se kush janë pronar të vërtet një kompanie, për sa kohë asnjë person i vetëm ose asnjë kompani e vetme nuk zotëron më tepër se 25%. Kështu që janë një tuf kompani që janë mbledhur bashkë dhe kanë investuar në këtë gjë, që për mendimin tim është plan, domethënë është një strategji. Askush nuk ka më tepër se 25%, kështu që ligji holandez nuk e detyron të bëjnë publike emrat. Kështu që askush nuk e di se kush është pas kësaj. Janë një tuf njerëz që shtrëngojnë durët mes njëri tjetrit në background dhe vendosin për fatin e juaj. Dhe ju jeni dakord me këtë, siç u thash, arsyeja kryesore pse po e bëj këtë është me ju drejtu njerëzve që janë dakord. Duhet mendoni më thellë. Arsyeja pse e kanë bërë këtë është që të mbeten anonim. Kjo është arsyeja vetme, nuk ky është ligji holandez, prandaj shkojnë të tilla kompani në Holland për të bërë këtë lloj gjëje, për të mbetur anonim. Një pikë tjetër është që ishulli i Sazanit është për ta menduar për te turizmit. Është një nga vendet më ushtarake, më të fshehta, kështu strategjikisht dhe të rëndësishme në historinë e Shqipërisë, domethënë është një bazë ushtarake. Për ju që nuk e dini, nuk është thjesht një vend i bukur turistik, siç e përshkruajti Ivanka Trump, që jam i sigurt që me këmbët e saj delikate ka ecur zbathur aty te ajo rruga me gur dhe atë kodrën me shkurre edhe me gjarpërim edhe me gaforre, e ka ngjit me ato këmbët e saj delikate. Jam i sigurt që notoj nga Zvërneci deri në Sazan. Po që ky vend nuk është vetëm vend turistik, për mendimin tim, nuk mund ta vërtetojmë këtë gjë, duhet ecim me intuit. Nuk është thjesht një projekt turistik, është thjesht mënyra se si zgjedhin ta mbulojnë, si ishulli i kaluar që pam Little St. James, ishulli Epstein, me atë do e krahasoja sepse po e krahasojnë gjithë bota përveç shqiptarëve. E harrum shumë shpejt këtë gjë, që ka shumë ngjashmëri. Ai ishte një vend tjetër turistik që mbulohej nga turizmi. Domethënë ishte një vend tjetër kështu ku ndodhnin makabra, ku ndodhnin gjëra shumë brutale aty poshtë, plus ishte me qëllim ushtarak. Ka pas domethënë lidhje me njerëz që Ishulli Epstein, një faktor interesant që mund t'ju them është që ishte no-fly zone, për ju që nuk e dinin, është një zonë që e ka vendosur qeveria amerikane që nuk lejohet të fluturosh me avion sipër. Dhe e ka bë për ishullin Epstein qeveria amerikane. Tash më thoni, a nuk bën të mendosh kjo gjë? Nuk të bën të godasi intuita nga brenda, të thosh si nuk e dinin qeveria amerikane, arsyeja pse e bën no-fly zone që mos lejojnë avionët të ecën sipër është që mos t'i bëjnë foto, sepse din çfarë po ndodh aty. Është bazë ushtarake, është bazë ku po ndodhin makabra, është bazë ku po ndodhin eksperimente me fëmijë, ku po ndodhin klonime, edhe gjitha po ndodhin nën tokë. Tash diçka shumë ngjashme e shohim te ishulli i Sazanit. Është një bilioner, është i përfshirë në familjen Trump, domethënë që ishte shumë të përfshirë në dosjet Epstein, përmendet vetë presidenti i Amerikës në këto momente, përmendet më tepër se Jezusi në Bibël te dosjet Epstein, dhe rastësisht e njëjta familje po merr në pronësi një ishull që është flamur i kuq shumë, është një ishull që ka 3600 tunelet nëntokshme. Ky është një problem serioz, sipas intuitës time, nuk e di si e mendoni ju këtë gjë, duhet keni shumë frikë nga gjërat që nuk ju thuhen. Këto tema nuk janë më teori konspirative, këto ishin 20 vite më parë, ose 15 vite më parë, teori konspirative. Domethënë, për shumë vite janë trajtuar si teori konspirative që këto njerëz bëjnë makabra me fëmijë, bëjnë plane që nuk i thonë në publik, dalin në publik dhe flasin me fjalë serioze. A thu se është shumë e vërtetë situata dhe kjo është gjuha që përdorin mes njëri tjetrit. Por që kjo nuk është gjuha, në realitet sapo doli është e pranuar nga Departamenti i Drejtësisë amerikane. Kur dolën dosjet Epstein, tani nuk është më teori konspirative, nuk keni asnjë lloj të drejtë të mos i besoni me këtë gjëra. Është lajmi më i rëndësishëm që ka ndodhur në botë dhe është skandali më i madh që ka ndodhur në historinë e botës, domethënë që thjesht u harru
thjesht u përdor lufta me Iranin më vonë. Gjithë njerëzit thjesht shkuan në luftë pas ati probleme me ati personi me probleme mendore, do quajë. Është një problem mendor që ka. Po që nejse. E njëjta situatë sipas mendimit tim po ndodh me ishullin e Sazanit. Është një bazë ushtarake, është një ish bazë ushtarake, ka tunelet nëntokshme të lidhura me njëra tjetrën. Është shumë e dyshim të fakti që po e marrin. Edhe shumë e dyshim fakti që thjesht të del aty dhe të thotë që po e bëjmë për qëllime turistike gjithë këtë gjë. Duhet keni shumë frikë nga ajo që nuk ju thuhet. Nuk mund me vërtet besoni që mund t'i keni besim qeverisë. Kështu që ajo është një pikë strategjike, domethënë është e vendosme të hyrja e gjirit të Vlorës, aty ku deti Adriatik takohet me detin Jon, domethënë mund të ngrihen teori konspirative pafund nga hiçi se kjo po bëhet edhe në Greqi, po bëhet edhe në ishullin e Kipros. Kjo që ka ndodhur tani, domethënë po bëhet në ishullin e Kipros nga të njëjtit njerëz. Mund të argumentohet që është një plan për të rrethuar Turqinë, që jam i sigurt që duhet ta keni pa ose ti ketë shkuar mendje deri tash. Është një bazë ushtarake, nuk është vetëm vend turistik. Kjo është thjesht një muhabet, domethënë që mund ta bëjmë, thjesht një teori që mund ta ndërtojmë nga hiçi, që kjo po bëhet për Greater Israel, për një qëllim më të rëndësishëm. Personi që po e merr në pronësi është Jared Kushner, është miliarder, siç u thash, është një zionist, e cila termi zionist përkthehet të sigurohemi që izraelitët të kenë një shtet të tyre, të vazhdojë raca e tyre dhe njerëzit e tyre të vazhdojnë të ekzistojnë dhe ta kenë jetën më të thjeshtë. Kjo është arsye pse po hynë në Ballkan, sepse po mundohen për Greater Israel. Harca e Greater Israel përfshin një copë të vogël të Turqisë në lindje, edhe për atë do bëhet luftë botërore, sipas mendimit tim, domethënë, po që një nga pjesët që po përdoret është ishulli i Sazanit, sipas mendimit tim, mund të përdoret fare mirë për të rrethuar Turqinë. Është një nga, le ta quajmë 10 pikat më të rëndësishme ekonomike plus ushtarake në botë. Kanali mes Vlorës dhe Italisë, domethënë, është një nga pikat më të rëndësishme. Nuk mund thjesht ta quani turistike këtë projekt që po ndodh. Duhet të zgjoni nga gjumi nëse mendoni se do rritet turizmi. Kjo nuk është arsyeja në background. Kjo nuk është biseda që kanë bërë këto njerëz me dyert mbyllura. Shumë historian, domethënë nuk është se po e them vetëm unë, e përshkrojnë ishullin e Sazanit si një nga ishujt më të fortifikuar në Mesdhe, është një nga ishujt më strategjikisht ushtarakisht, domethënë më të rëndësishëm. Sipas vlerësimeve janë 3600, është një trashëgimi e strategjisë mbrojtëse të Shqipërisë gjatë luftës së ftohtë. Dhe sot po flitet ai muhabeti i turizmit, domethënë siç u thash, gjeografia nuk ka ndryshuar, rëndësia nuk ka ndryshuar, thjesht ka ndryshuar çfarë bëjmë me të. Nuk është përdorur si bazë ushtarake me sa dim kohët e fundit, por nuk është se ka ndryshuar gjë. Është i njëjti ishull, kështu që mund të përdoret fare mirë për të njëjtën gjë. Pse u zgjodh ky vend? Domethënë po ta mendoni, Greqia ka infinit ishuj. Çdo vend, domethënë, nëse shkoni thjesht atje ku janë, nga e kanë origjinën, atje në Filipine, le të themi, ka infinit ishuj, në Indonezi ka infinit ishuj. Domethënë, pse duhet të zgjidhet pa pritur ky ishull? Nuk mendoni se është kështu si po ju them unë, që është një zonë strategjike ushtarake? Për mendimin tim duhet ndjeni goxha të ofenduar që kryeministri juaj po ju trajton kështu në këtë moment, domethënë është kolosale ajo që po ndodh, ka shumë mashtrime me shifrat, po ju thuhet shifra 2000, unë jam aty personalisht çdo ditë, nuk ka 2000 persona aty. Të flasim seriozisht, aty mund të ketë 100.000 persona ose më tepër. Kjo është diçka që po i drejtohemi atij personalisht dhe është shumë ofenduese, duhet ta merrni gjithë si ofendim, duhet të zgjoheni nëse jeni akoma përkrahës të këtij njeriu, edhe nëse nuk ndjeni të ofenduar që ai kërcen edhe tallet me faktin që ka 100.000 shqiptar që kanë diçka për t'i kërkuar atij personalisht, që është kryeministri, domethënë përgjigjet për gjithçka dhe çdo problem që mund të ketë populli shqiptar, edhe nëse është një person i vetëm ose 5 persona të vetëm, duhet të japi përgjigje, sepse është detyra që ka. Sa për t'ju kujtuar, nuk është se punoni ju për të, nuk është shefi i shtetit, është thjesht menaxheri i lekëve të shtetit. Nëse do ta thyjmë në terma më të thjeshtë, është thjesht menaxheri i lekëve të shtetit. Nëse nuk jeni dakord me të, mund ta hiqni përmes procesit votimit, në cilin unë s'kam fare besim personalisht. Po që desha t'ju kujtoj që nuk punoni ju për të, punon ai për ju. Ju jeni shefi, ai është menaxheri. Kaq desha t'ju them, domethënë, është shumë ofenduese fakti që thjesht tallet. Edhe shumë ofenduese fakti që shkon në CNN dhe pretendon sikur nuk ka projekt dhe pastaj shton si padashje fjalën akoma.
që sipas mendimit tim projekti origjinal ishte me 10.000 dhoma, tash fjala akoma tregon që mase pa e bëjnë edhe një herë dhe do e bëjnë këtë radhë me 12.000 dhoma. Këtë do të thon fjala akoma, nuk di masi gjë çfarë do të thon fjala akoma. Po që nejse, do të thon gjëja interesante është që leja e ndërtimit është dhënë. Mos gaboj, është dhënë që kur ka dalë origjinalisht ky lajm para 2 vitesh në media shqiptare, që ka 2 vite që po flitet ky muhabet. Leja është dhënë, nëse leja e ndërtimit për të ndërtuar resortin. Nëse leja është dhënë, i bie që aty duhet të ketë qenë transparente pronari dhe projekti, se nuk mund të marrësh një leje për pallat ose për asgjë tjetër nëse nuk ke një projekt konkret se çfarë do bësh, që duhet miratohet. Leja është dhënë, pra ai thotë që nuk ka projekt akoma. Si mendoni? Thjesht pyetja është ç'a është garancia jonë, domethënë që ky miliarder nuk do të përdorë ishullin si bazë ushtarake si mjet kontrolli duke pas parasysh pozicionin e vet strategjik. Nga e dim, domethënë që nuk do vendosi tanke aty. Nga e dim që nuk do vendosi pajisje përgjimi, nga e dim që nuk do e bëj literalisht pjesën e dytë ose vazhdimin e sezonit 2 të ishullit Epstein. Duhet presim patjetër 20 vite që dalin dokumentat. Nuk mund të mësojmë asgjë nga gabimet e kësaj bote. Kjo është ajo që doli, siç u thash, nuk mund të konsiderohet më teori konspirative. Është pranuar nga media, është pranuar nga Departamenti i Drejtësisë amerikane, nuk është më teori konspirative. Të njëjtit njerëz që janë në pushtet ishin në pushtet kur janë shkruar dhe kur janë bë gjërat që shihnin ato dosje, gjërat makabre që shihnin ato dosje. Të njëjtit njerëz janë në pushtet. Është gjëja më makabre që ka ndodhur ndonjëherë dhe nuk ka asnjë arrestim. Nuk mund të presin që do duan ta bëjnë prapë këtë gjë. Pyeteni veten, domethënë, duhet patjetër të presim derisa të dalin fajlet, derisa të dalin dokumentat. Nuk mund të ecim me intuitën tonë, dhe mos ta lëm këtë gjë të ndodhi, thjesht duke u mbulu si vend turistik. Sepse ashtu ishte dhe ishulli Little St. James, ishte një vend turistik nga viti 2009 deri në vitin 2019 kanë shkuar anije minimumi. Në 2019-ën u nda nga jeta Jeffrey Epstein dhe pastaj ndaloi turizmi, por që deri atëherë ka pas anije të Disney që shkonin prindër me fëmijët e tyre që janë fansa të filmave Disney, shkonin për turizëm në ishullin Epstein. Është e vërtetë që është pjesë e dosjes. Mendojeni pak për një moment, domethënë është një mënyrë me ta mbulu diçka para syve. Gjithë shkojnë për turizëm sipërfaqes dhe askush nuk e dinte gjërat makabre që ndodhin nën tokë. Nuk mendoni se do ndodhi e njëjta gjë me Sazanin. Duhet patjetër të presim dokumentat. Sa duhet të presim për dokumentat? 20 vite. Duhet patjetër ta lëm të ndodhi. Thjesht kjo është gjëja më e vogël, domethënë, besojeni ose jo, nëse bëhet ishull Epstein është më e vogël, sepse gjëja më e madhe është të bëhet bazë ushtarake, nuk mund ta di asnjëri nga ju se çfarë do bëj ai, është pjesë private, është një investim privat, pjesa e nëntokshme do jetë gjithashtu pronë e tij. Ai mund të vendosë tanke aty, ose pajisje përgjimi, ose armë nukleare. Ose çfarë të doj? Mendoni se do i thot gjë qeveria jonë nëse e bën këtë gjë? Mendoni se i tha gjë qeveria jonë kur vendosi me marr ishullin? Mendoni se është paguar ndokush? Apo mendoni se ky njeri me influencë kaq të lartë thjesht i ka thënë bëjeni të ndodhi? Kjo është mendimi im, askush nuk ka marrë as lek. Askush nuk ka nevojë për lek. Lekat printohen. Këto janë njerëzit që janë pronarët e lekut, nuk është çështje leku. Është thjesht çështje bashkimi në grupin e tyre. Jam i sigurt që i ka thënë thjesht bëje të ndodhi. Nuk ka pas asnjë transakcion asgjë, thjesht gjej një mënyrë për ta bërë të ndodhi. Nuk ka rëndësia të del gjithë populli në protestë dhe të urrejnë gjithë njerëzia, të urrejnë gjithë bota. Duhet ta bësh të ndodhi. Sepse është padroni. Thelbi është që nëse ajo bëhet bazë ushtarake, çfarë do bëjmë atëherë? Thelbi është që të dalim kundër tani që nuk ka ndodhur akoma. Çfarë do bëjmë atëherë? Çfarë do bëj shteti jon atëherë? Shteti jon nuk po i del kundër tash që ka ndërmend ta bëj. Mendoni se do i dali kundër kur të ketë vendos tanka aty poshtë? Kjo është mendimi im, domethënë një pyetje për ju, siç u thash, për ju që e mbështesni. Nuk e keni menduar dha gjatë sa mendoni. Nuk ju thot të vërtetën një politikan, askush. Kaq duhet t'ju them, domethënë, duhet mendoni me trurin tuaj, jo me trurin e atyre që u flasin për te ekranit. Nëse ndodh kjo, mund ta quajmë pushtim. Nëse transformohet në një bazë ushtarake, a mund ta quajmë pushtim? Domethënë, nuk mendoni se do ju kërkojnë edhe 1 metër katror më tepër, dhe pastaj edhe 1 metër katror më tepër. Mendoni se do ndaloj? Kërkoni kush janë njerëzit që po e vënë në zbatim këtë gjë. Kërkoni çfarë mentaliteti dhe me çfarë ambicie jetojnë këto lloj njerëzish. Nuk janë njerëz që mjaftohen kollaj. Nëse i jep diçka, do të kërkojnë diçka tjetër. Nëse i jep gishtin, të marrin krahun. Shpreha më e bukur në botë. Thjesht doja t'ju thoja që mendoni me mendjen tuaj. Mos mendoni thjesht me atë që ju thot personi për te ekranit. As unë.
as unë as askush tjetër. Unë po ju them thjesht një tu fakte që më blodha, desha t'ju them, po ju flas nga shpirti, domethënë vetë shkruajta, kërkoni vetë, mendoni me trurin tuaj, mos e fikni trurin, ka ardhur koha me ndez. Shteti vepron me fshehtësi për gjithçka. Kështu që nuk mund ta kuptoj se si jeni kaq confident në besimin ndaj atij personi. Unë desha t'ju kujtoj situatën në cilin jemi, domethënë vetë unë rrallë shoh njerëz të lumtur. Domethënë është e çuditshme për mua që po shoh njerëzit këto 12 ditë proteste kaq të lumtur dhe kaq të bashkuar me njëri tjetrin. Desha t'ju pyes nëse besoni që ekziston magjia tani. Besoni që ekziston magjia? E keni ndjer magjinë atje? Ju ka ndodhur këto ditë të protestës për ju që merrni pjesë që të shkoni atje me mendimin që lodhem me këtë protestë dhe papritur e gjen energjinë atje, shkon me këmbë të lodhur edhe papritur përfundon duke bë vargun ose marshimin. Ku e gjeta energjinë? Ajo është forca e bashkëpunimit midis njerëzve, është forca e koordinimit të 100.000 vetave bashkë. Kjo është arsye pse duan t'ju ndajnë nga njëri tjetri, sepse duan të heqin magjinë nga ju. Magji me 100 palthonjza, sigurisht. Thjesht çështje energjetike, thjesht një mënyrë për të bashkëpunuar 100.000 veta bashkë. Kjo është arsye pse ju duan të ndarë. Sipas mendimin tim, domethënë kisha shumë kohë që nuk shifja njerëz të lumtur, edhe kaq të bashkuar me njëri tjetrin, rrallë shoh njerëz të lumtur, të plotësuar, pa halle, domethënë. Kjo jam i sigurt që duhet jetë dhe situata që e shihni dhe ju, që rrallë shef njerëz të lumtur dhe të plotësuar. Kështu që shkaku, sipas mendimit tim, nuk është jo zgjuarësia, le ta quajmë, jemi një nga popujt më të zgjuar të Europës. Jemi, domethënë nëse e shef nga zgjuarësia për të dalë nga situata dhe nga mentaliteti, një gjerman i thjesht mendon për nga fakti që e ka shtetin perfekt, mendon vetëm për të kap një punë që gjithë jetës vet, se s'po di si më e thon, në të njëjtën punë gjatë gjithë jetës vet, thjesht do me ra rahat, thjesht do me marr të njëjtën rrogë ose që rritet në mënyrë progresive avash dhe nuk kërkon asgjë më tepër. Shqiptari nuk e ka këtë luks. Sidomos tani në kohë që po jetojmë, të duhet të mendosh të funksionojë truri ndryshe për të dalë nga situata. Shumica e shqiptarëve që që jetojnë këtu bëjnë diçka tjetër ekstra punës, sepse nuk e kanë luksin që të jetojnë vetëm me një punë. Është e pamundur, është diçka që duhet ta keni para syve, vetëm nëse zgjidhni mos ta shihni ose vetëm nëse nuk ju intereson, sepse jeni nga ato që merrni 5.000 euro në muaj ose më se 50.000 euro në muaj dhe nuk ju intereson. Ne jemi një nga popujt më jo individual, ka një grafik që mund ta shihni që e kishte trajtuar një huj këtë dhe fliste me respekt për shqiptarët që ka një grafik nga 0 deri në 100, ku 0 është se sa të bashkuar janë një popullat me njëri tjetrin, sa në grup funksionojnë, dhe 100 është individual. Individual janë japonezët për momentin. Janë anti-patriotik. Jo anti-patriotik, thjesht janë të lodhur dhe punojnë të gjithë për veten e vet. Dhe shqiptari është nga ana komplet tjetër, një shtet shumë patriotik, domethënë shifra ishte diku te 22 deri 27, mos gaboj, që është shumë popull bashkëpunues. Këtë tregon domethënë, ky lloj populli jemi popull me intuitë të lartë, sipas mendimit tim problemi nuk është jo zgjuarësia, është thjesht jo mundësia. Kush mund t'ja krijojë këtë mundësi? Kush ju ka heq mundësi deri tani? Sistemi nuk ka përgjigje tjetër, domethënë sistemi që ju ka shtyr të largoheni nga këtu. Sistemi që ju ka ndryshuar mentalitetin, ju ka ndënë nga familjet e juaja, siç ju thash, domethënë nëse mbështesni, nëse jeni pro projektit, sipas mendimit tim ju nuk mendoni me trurin tuaj. Ju e keni të fikur trurin tuaj, do ju sugjeroj ta ndizni. Më thjesht mendoni me trurin e atij që ju del dhe ju flet për te ekranit. Nuk mund të mos jeni dakord me këtë që po ju them. Domethënë thjesht po ju them në shpirtin tuaj. Siç ju thash, mase e keni detyrë që të refuzoni këtë protestë që po ndodh, këtë revolucion, duhet ta quajmë, nuk mund të jeni në shpirtin tuaj duke e ndjekur me vërtet atë gjë. Kaq desha t'ju them nga vetja, domethënë, nuk mund mos ta vini re situatën në cilën jeni, nuk mund të mos ndjeni mirë atje, dhe më tepër atje se në shtëpinë tuaj. Nëse doni të jeni të sinqertë, kaq desha t'ju them unë, ju garantoj që do ndjeni shumë më mirë atje se sa në shtëpi, nëse rrini në shtëpi. Ju garantoj këtë gjë. Nëse bëni palestër, e dini këtë gjë. Para palestra përton të shkosh, masi kthehesh në shtëpi e krenar që shkove. Është e njëjta ndjesi, ju garantoj që do ndjeni më mirë. E di që thellë në shpirt jeni edhe ju të lodhur. E di që keni një detyrë me bë, po që duhet kuptoni që po ndodh një revolucion dhe është gjithë bota krenar për ju, dhe ju a them me gjithë shpirt. Është gjithë bota krenar për ju, shoh njerëz pafund që komentojnë ku është ky shpirt në Amerikë, ku është ky shpirt në Itali, ku është ky shpirt në Spanjë, se dhe ato kanë probleme serioze me emigracionin për shkakun.
Dhe këto mblidhen 100-150.000 veta dhe bëjnë një protest një ditore. Ndërsa këtu është dita e 13 sot. Domethënë është diçka që po jep shembull mbar botëror, po mëson gjithë bota nga ne. Italia nisi, mos gaboj, ka 3 ditë që ka nisë një protestë ngjashme që ju garantoj që është motivuar nga Shqipëria, nga ajo që po ndodh në Shqipëri. Ajo që po ndodh është që ne, me thënë me fjalë të thjeshta, kemi bërë të gjithë një all-in. Askush nuk e di fundin e kësaj. Askush nuk e di si nisi. Thjesht kemi dalë aty për të shpreh pakënaqësitë tona. Dhe nuk mund të mos keni pakënaqësi. Kjo është ajo që do t'ju thoj më e rëndësishme nga të gjithë. Është gjithë populli që shkon atje po bën një all-in shumë të fuqishme. Domethënë sistemi mbahet nga besimi juaj. Edhe nëse ne ndalojmë së paturi besim, ndalon së funksionuari. Sistemi nuk matet nga financat edhe nga paraja. Thjesht është iluzion. Paraja është fasada se si funksionon bota. Besimi i njerëzve që mund të funksionojë, sidomos sistemi demokratik, është ajo që e mban gjallë. Është një skem piramidale mbar botërore që është ndërtuar me themele prej letre. Është diçka që matet nga besimi i njerëzve, njësoj si Bitcoini, matet shteti. Nëse ndaloni së besuari, nëse ndaloni së binduri rregullat, atëherë ndalon së funksionuari dhe merrni ju kontrollin. Është thjesht një farsë, është thjesht një mashtrim që pjesë e cilit ka rënë gjithë bota. Kjo që po ndodh tash, siç u thash, po jep shembull mbar botëror. Nuk mund të mos jeni dakord, po bëheni shembull mbar botëror. Domethënë, mos harroni që vëllezërit dhe motrat e juaja kanë ardhur nga jashtë për të qenë pjesë e asaj proteste. Mos harroni që të gjithë ju mund të keni familjar të juaj, si dhe unë personalisht, njerëz që njihni që nuk i keni më afër, njerëz që jeni rrit me ta, që nuk i keni më afër, që janë detyruar të ikin larg. Kjo është arsye kryesore, domethënë përçarja, edhe arsyeja kryesore për çfarë duhet jeni me nerva, e të harroni frikën. Shumica e njerëzve e quajnë overthink ose mbi mendim kohët e fundit. Kanë shpik termë shumë formal për të shpjeguar që është thjesht frikë. Nuk ka overthink, ka vetëm frikë. Fjala e vërtetë është frikë. Është thjesht overthink është mënyra se si e mbulojnë këtë fjalë. Dhe përdoret frika për të vazhduar për të marrë sistemin ndaj jush. Siç u thash, është një fasadë. Ajo që ndjeni është ajo që duhet bëni. Dhe jam i sigurt që nuk ndjeni me vërtet sikur duhet jeni kundër kësaj. Thjesht ju ka thonë dikush 100.000 veta ose mase shumë më tepër, se nuk po gjej një mënyrë për të numëruar. Jam aty për ditë, po mundohem aktivisht me numëruar. Ju kërkoj ndihmë gjithëve me numëruar, se është shumë e rëndësishme. Arsyeja pse janë aty është për problemet e juaja gjithashtu. Dhe ju jeni të vetmit njerëz në këtë botë që po i dilni kundër. Siç u thash, nuk ka njerëz të huaj që po na dalin kundër, vetëm shqiptar. Vojmë nga tradhtia. Ne kemi dalë aty edhe për problemet e juaja, jo vetëm për problemet tona, po vojmë të gjithë nga të njëjtit problem, nga përçarja, nga migracioni, nga inflacioni deri në pikën e fundit. Dhe ajo që desha t'ju sugjeroj unë është të shtrëngoni fort, të ndaloni se bëri overthink, të ndaloni se paturi frikë në klapa, të bëni all-in bashkë me popullin, bashkë me të gjithë ata që kanë dalë aty. Të gjithë kemi vendosur të bëjmë all-in, nëse bëjmë të gjithë all-in, sistemi dështon, edhe qeveria duhet bëj fold patjetër. Ky është mesazhi më i rëndësishëm që desha t'ju jap sot. Mos harroni për t'ju thënë dhe një gjë të fundit kush jeni. Mos harroni bijt edhe bijat e kujt jeni. Paraardhësit tanë kanë bë shumë më tepër për shumë më pak që i është bërë. Mos harroni kush jeni, mos harroni që jeni një nga popujt më të lashtë të kësaj bote. Mos harroni që ju keni shpirt të mbetur. Kush ta kuptoj këtë gjë. Një popull si Amerika janë njerëz inkubatorësh që nuk kanë shpirt. Kjo është e vërteta. Nëse doni mund të zgjerohemi për këtë, e dini ku të më gjeni. Njerëzit europian kanë shpirt, njerëzit ballkanez kanë shpirt, kanë bashkëpunim dhe empati dhe bashkëpunim me njëri tjetrin. Kjo është mënyra si jemi, mos harroni kurrë këtë gjë. Është dita e ndryshimit, është protesta më e madhe që kam pa prej shumë kohësh. Edhe është koha të bëjmë diçka. Domethënë, nëse vazhdoni të jeni kundër, jeni tradhtar. Dhe mesazhi i fundit që desha t'ju jap, që jo kam thënë dhe më përpara, është duhet lexoni historinë. Tradhtarët nuk kursehen. Për momentin jeni më të sigurt që jeni tradhtar, edhe ju kanë dhënë premtimet e juaja, por që tradhtarët nuk kursehen, thjesht vriten të fundit. Duhet të lexoni historinë, kjo është ajo që ka ndodhur kurdo. Kur të vi momenti që duhet bëni ju rezistencë, nuk do ketë më mjaftueshëm për t'ju ndihmuar. Dhe do jetë vënë targa tradhtar në ballë, dhe askush nuk do ju besoj më. Dhe gjithë do mendoj se po thjesht po thrisni ujku. Ky është momenti për të bashkuar.
harrojni frikat, harrojni vendet e punës, po luftojmë kundër sistemit që ju kontrollon kush vihet dhe kush nuk vihet në punë. Po luftojmë kundër sistemit anti-meritokraci. Po luftojmë kundër sistemit që e ka në dorë me ju heq nga puna. Duhet kuptoni për çfarë po luftojmë. Gjithë kemi bë allin. Sipas mendimit tim duhet ta mendoni edhe një herë nga cila anë duhet jeni, nga ana e shqiptarëve apo nga ana e djallit. Kaq për ta mbyll, siç u thash, këtu do takohemi çdo të premte, të shihemi javën tjetër, lini sa më shumë komente se do mundohem një 10 minutë minimumi ose një 15 minutë të bëj një folje direkte me popullin. Edhe trajtojmë tema që duan njerëzit vetë të dëgjojnë. Bëjni like komentit njëri tjetrit që ta kuptojmë kush është më i rëndësishëm edhe besoj vazhdimin e kuptoni vetë. Nga unë, shihemi javën tjetër.